Muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari vizitoi sot varrezat katolike të Rëmajt në përkujtim të 35 vjetorit të meshës së parë të mbajtur pas ndalimit të besimeve fetare në Shqipëri. Në këtë vend historik, me 4 nëntor 1990, Dom Simon Jubani celebroi meshën që shënoi rikthimin e lirisë fetare në vend. Gjatë vizitës, muftiu u prit nga arkipeqvi im Zot Giovanni Peragjine dhe Dom Mark Pashkja. Ky është një moment për të reflektuar edhe për të meditu, edhe për të qenë në mend një nënor të përbashkët të krishterëve edhe muslimanëve të Shkodrës, që bashkarisht pa asnjë lloj dallimi, dorë për dorë e krah për krah, shënuan atë që unë thash edhe në hutben e ditës së Xuman në xhamin e Plumit, atë që është ngjarja më e rëndësishme e shekullit për ne, sepse njerëzit përzgjodhen me u nda një herë përgjithmonë nga ajo që e përmendni edhe Monsignori, nga dhuna, nga ekstremizmi, nga terrori. Jemi akoma duke përkujtuar 35 vjetori e lirisë në këtë vend, edhe më mirë si shohim edhe nga fotografie që është mbrapa, momentin në të cilin në një farë mënyrë ka filluar një farë liri. Njerëzit janë mbledhur në këtë vend për të kremtuar një meshë. Por sigurisht këtu nuk jemi vetëm duke përkujtuar një ngjarje, jemi këtu duke përkujtuar e më shumë duke vlerësuar kuraju, guximi që kanë pasur këto njerëzit. Ndërkohë sa i përket debateve politike mbi barazinë gjinore në kuvend apo problematikat e tokave, përfaqësuesit fetar theksuan se misioni i tyre kryesor mbetet ndërgjegjësimi i njerëzve që të jenë qytetarë të mirë dhe besimtarë të përgjithshëm dhe jo përfshirja në politikë. Ju jeni dëshmitar se para 35 vitesh, e pak edhe më anej, të flisje për këtë që po flasim sot ishte gati e pabesueshme. Ku janë politikat asaj kohe? Në një kosht të errët të përkujtimeve tona. Edhe njerëzit janë besimtarë, njerëzit shohin, njerëzit gjykojnë, edhe detyra jonë është sikur se thotë edhe Monsignori, edhe unë bashkohem me zotnin e tij, me ndërgjegjësu njerëzit, me kenë besimtarë të mirë, me kenë qytetarë të mirë, edhe me shiku përpara duke vlerësu atë që don Zoti, jo atë që don agjendat e shejtanit. Ne punojmë më shumë për të krijuar ndërgjegjen e njeriut. Nuk bëjmë drejt për drejt politikë, sepse nuk është punë o detyrë që kemi ne, por sigurisht ne jemi e do të mundohemi të ndërtojmë, të krijojmë një ndërgjegje njerëzore, e atëherë secili pastaj do të veprojë sipas ndërgjegjen e vet. Ky përvjetor rikujton rëndësinë e tolerancës dhe bashkëjetesës fetare si vlera themelore të shoqërisë shqiptare.